Çmimi i naftës ul në 209 lekë për litër në Shqipëri, në ditën që SBA dhe Irani zhvilluan negociata në Pakistan në kërkim të paqes që do të rikthejë qarkullimin normal të anijeve të karburanteve përmes ngushticës së Hormuzit. Bordi i transparencës uli me 8 lekë çmimin e naftës nga 217 lekë që ishte përcaktuar në mbledhjen e së premtes, ndërsa çmimi i shitjes me shumicë jo më shumë se 197 lekë për litër. Ndërkohë benzina do të tregtohet me 175 lekë për litër, ndërsa ai shumicës jo më shumë se 163 lekë për litër. Ky çmim shënon një ulje me 1 lekë në krahasim me çmimin që ishte në fuqi më herët. Këto vendime të Bordit të Transparencës reflektojnë uljen e çmimit të naftës në bursën ndërkombëtare, pasi u njoftua për armbushim në lindjen e mesme. Çmimet e përcaktuara nga Bordi i Transparencës janë të detyrueshme për çdo operator të shitjes me shumicë dhe pakicë të nënprodukteve të naftës. Në rast të abuzimit të çmimeve të përcaktuara, karburantët do të përballen me pezullim të aktivitetit sipas vendimit të qeverisë për mekanizmin e kontrollit të tregut. Ministria e Ekonomisë dhe Inovacionit së bashku me Ministrinë e Financave dhe të Infrastrukturës përmes deklaratës së përbashkët thonë se mbeten të angazhuara të mbrojnë interesat e konsumatorëve shqiptar dhe ruajtjes së parimeve të konkurrencës së ndershme në treg.